fara e grurit prej Serbisë në Republikën e Kosovës, duhet vlerësuar se ka bazë të mjaftueshme të shkeljeve potencialisht në politika tregtare për të nënshkruar vendimin për fillimin e hetimeve. Ky vendim tashmë është nënshkruar, është vërejtur se çmimi me të cilin shitet fara e grurit prej Serbisë në Republikën e Kosovës është i njëjtë me atë që shitet në Serbi apo nganjëherë edhe më ulët, që nënkupton drejt për drejt se nuk po përfshihet kostoja e transportit dhe kostoja tjetër që lidhet me eksportin e farës së grurit, edhe disa vlerësime tjera të cilat komisioni në kuadër të ministrisë i ka bërë dhe tashmë me rekomandimin e tyre unë kam nënshkruar vendimin për fillimin e hetimeve. Në rast se krejt do të shkojnë mbar brenda një periudhe të shkurtë kohore, ne edhe zyrtarisht vendosim masat tona në raport me antidumpingun që po vlerësohet nga ana e Serbisë. Gjithashtu pjesë e kësaj është edhe Ministria e Bujqësisë, se kemi të bëjmë edhe me cilësinë e farës së grurit të importuar, e gjithashtu edhe potencialin vendor për të mbuluar kapacitetin apo kërkesën vendore për farën e grurit.